Miq të Krushop, sot jemi në Aston Doha Yachts. Modeli që kemi ndërmend t'ju prezantojmë është 377, një mjet sportiv, por tepër komod, me hapësira të bollshme, që unë do doja t'ju bëja pjesë duke ju ngjitur bashkë me mua në bord. Mirë se vini. Çfarë shikojmë ke një mjet i tillë? Shikojmë që zonat e relaksit janë të ngjashme me jate shumë më të mëdha. Kemi zonën e divaneve për marrjen e rrezeve të diellit, e cila na jep një akses të menjëhershëm në pjesën e zonës së plazhit, i themi ne në gjuhën shqipe, ose swimming platform, e thënë anglisht, ku aksesi në det është i menjëhershëm dhe në zonën tonë të relaksit ne nuk kemi pse bëjmë, po themi, shqetësime për të tjerët që janë duke shijuar drekën apo që janë të angazhuar në pjesën e navigimit. Pra, të dashur miq, këto lloj mjetesh janë të konceptuar për 12 persona që të qëndrojnë në kushte shumë komode, edhe pse ky numër është tepër i lartë për atë që quhet luks, por ndonjëherë kur thrasim miq tan dhe kur duam të tregojmë se çfarë zgjedhje kemi bërë, këto hapësira na lejojnë që të qëndrojmë gjithë bashkë pa krijuar sikletën në lëvizje apo po themi një mbushje me persona e barkës duke na prishur komoditetin. Këtu mund të qëndrojnë 6 persona duke drekuar. Këtu gatuhet, shpërndarja e ushqimit është tepër e thjeshtë, pra nuk kemi nevojë të lëvizim me ushqimin nëpërmjet. Pra ata që e kanë projektuar kanë menduar që ky lloj funksionaliteti duhet të jetë prioritar, sepse ju e dini që të gatuash në një mjet lundrues nuk është e thjeshtë, pasi mjetet lundrues lëvizin kur janë në zonën e spirancës, kështu që është konceptuar që lëvizjet gjatë kohës që gatuhet dhe shërbehet ushqimit të jenë sa më të vogla dhe që njerëzit të kenë akses të menjëhershëm me atë që po gatuan. Këtu kemi një pjasër gatimi, këtu kemi një pjasër apo po themi hapësirë prerje të ushqimit, këtu kemi lavamanin, kemi gjithashtu një frigorifer që e gjejmë në zonën e poshtme. Pra, po shikoni, të gjitha këto aksesor janë vendosur në atë që quhet hapësira e gatimit. Më pas mund të transferohemi në zonën e drejtimit. Zona e drejtimit është me 3 sedilje, pra mund të shijojnë lundrimin deri në 3 persona, pra një nga këta është personi që drejton mjetin lundrues dhe 2 të tjerë mund ta shoqërojnë. Kemi pastaj edhe pjesën përpara, që është një nga zonat më të bukura për shijuar lundrimin, sepse këtu jemi larg zhurmës së motorëve. Këtu kemi vetëm fllatin e erës dhe ndjejmë dhe performancën e mjetit në çarjen e dallgëve. Ky mjet për këtë ka një gjë shumë të veçantë që është konceptuar në formën e bashit ndryshe nga mjetet e tjerë, pra ka bashin që vjen nga lart, që është pak a shumë një imitim i projekteve të nëndecëve dhe pikërisht ky lloj projekti ndihmon shumë në stabilitetin e mjetit kur ne kemi një det të formuar. Pra, siç e shikoni miq të dashur, mjeti ruan natyrën e vet sportive, por ka gjithashtu të gjitha kushtet komode të mjeteve shumë më të mëdha në kategori. Do doja që të më vizitoni edhe pjesën e gabinave, në mënyrë që të kuptoni se ky mjet nuk është vetëm për një shëtitje ditore, por mund të kaloni dhe darkën në brendësi të bordit të këtij mjeti. Mund ta ndiqni brenda. Pra ky mjet, siç do ta shikoni, ka lartësinë e nevojshme në pjesën e gabinave, është me një krevat doppio për çiftin apo atë që quhet pronari i mjetit lundrues, armatori, ka një banjo me gjithë funksionalitetet dhe me zonën e dushit, pra WC marin, një lavaman, ka një oblo për të marrë dritë natyrore, ka gjithashtu një gabinë për miqt ose për fëmijët, që ka lartësinë e nevojshme për mos me pas pengesa aksesi. Pra, mjetet të tilla nuk janë mjete shumë të mëdha, pra bëhet fjalë për një skaf 12 metra i gjatë, një skaf 4 metra i gjerë, por kur e shikojmë në bord, nuk ndjehemi të kufizuar në asnjë nga funksionalitetet tona. Për të filluar eksperiencën tuaj navigacionale, unë ju sugjeroj Aston Doha 377. Për çmimin do të flasim në Krushop pasi ju të zbuloni se cilat cilësi dhe cilat aksesor e bëjnë këtë mjet kaq veçantë. Ju falenderoj dhe ju mirëpresim.